meqense po I vim rreth elçar globit me këtë analizë, ndalemi në një pikë tjetër. Greqia, duket se është në një moment shumë të mirë e të fortë, si kur më parë ndoshta në marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, nisur nga zhvillimet, lëvizjet e fundit, qoftë në kontekstin ekonomik, përmes marrëveshjeve të rëndësishme me Amerikën etj. Etj. Jemi realisht në këtë partneritet kaq të fortë dhe duket se Trump e ka veçuar Greqinë si një aleate. Sigurisht Greqia është një aleat I posaçëm, I veçantë. Pozita gjeografike e Greqisë është shumë interesante, pra ka gjithë mezeun jugor që është një nga zonat më të pasura me naftë dhe me gaz në ndet. Është aleat I Izraelit. Ka një projekt të përbashkët që naftësjellësi dhe gazsjellësi që vjen nga Gjiri Persik të mos kalojnë në Turqi, po të kalojë në për Jordani, Izrael e pastaj në Greqi. Dhe kuptohet që Greqia dhe SBA kanë patur marrëdhënie historikisht të forta që në vitet që nga pas luftës së dytë botërore dhe tani interesat kanë ardhur në atë pikë që Greqia ndihet më e favorizuar se të tjerët, pikërisht për faktin se ka një qeverisje të qendrës djathtë, ka një qeverisje që është e fokusuar tek biznesi dhe tek ekonomia, por ka dhe prioritetet e kontrollit të naftës dhe të gazit në gjithë mezeun jugor. Shiko, do t'jap një panoram nga 2010 e sot, pra 16 vjet, të gjitha vendet që rrethojnë këtë rajon pra mezeun jugor janë destabilizuar në një formë ose një tjetër. Tunizia e para, Libia e dyta, Egjipti I treti, Izraeli 4, Libani 5, Siria 6, Turqia 7, Kipro, që u destabilizu ekonomikisht dhe humbën gjithë lekët nëpër banka, e 8. Italia ka patur probleme që është jugu aty, domethënë 9. E derisa vjen tek ne, pra gjithë këto vendet e pellgut mezeut jugor, pavarësisht ato kanë sisteme politike të ndryshme, ideologji të ndryshme, natyra e tyre njerëzore, pra ndryshme, interesat ndryshme, por ato janë bashkuar gjithë në një gjë. Janë destabilizuar gjitha në harkun kohor të 16 viteve. Pse? Sepse pikërisht në kufijtë e tyre detar, që ata I ndajnë me njëri tjetrin, ne jemi një pjesë shumë e vogël në fund në këtë histori, ndodhen dhe rezervat më të mëdha të naftës dhe të gazit dhe janë parashikuar rrugë kalimet e sigurisë energjetike për kontinentin tonë. Prandaj Greqia me këtë pozicion gjeografik që ka dhe me këto interesa që ka është shumë e rëndësishme për SBA. Okej. Shkojmë pak në Kosovë. Shtatqershori zgjedhje të reja, të parakohshme, të disatat në pak kohë pas dështimit politik dhe institucional atje për zgjedhjen e kreut të shtetit. Kemi një rikonfigurim të skenës politike. Rikthehet Vjosa Osmani, pjesë e LDK-s, kandidate për presidente, Abdi Xhiku për kryeministër, në emër të LDK-s etj. Etj. Si e parashikon këtë betejë të re, sepse këtë herë Albin Kurti nuk është vetëm, por ka përballë një person të shtuar të fortë deri diku si Vjosa Osmani. S'është e fortë. Po s'është e fortë. Ja do ta shohim. Ka një background, ka një kontekst. Ajo s'ka asnjë background, backgroundi I saj është që ajo ka qenë sekretare e Fatmir Sediut. Fatmir Sediu ish president dhe ish lider pas Rrugovës. E mori, mbajti, e rriti dhe e forcoi. Dhe në një moment caktuar, kur bën ato zgjedhjet para 6-7 vitesh, ajo krijoi këtë aleancën, le të themi, rinore me Albin Kurtin, kryesisht kundër PDK-s në kohë, edhe partisë vet, LDK-s, dhe erdhi në pushtet do bë presidente. Çështja është që Andreoti ka pas thënë që pushteti konsumon atë që nuk e ka. Nëse 3 partitë kryesore, për shkak ligjit zgjedhor që ka Kosova, se është shumë I rëndësishëm ligji zgjedhor I Kosovës për ta kuptuar. Nëse partitë kryesore në Kosovë, LDK, PDK dhe AK, do bënin një listë vetme,
do ishte më të fortë. Atëherë ato do kishin mundësi që ta rrëzonin zotin Kurti. Jo, ato kanë dalë të vetme në këtë. Atëherë zoti Kurti, siç ka shkatëruar në gjitha zgjedhjet, ka për të shkatëruar në këto zgjedhje. Pse? Sepse në mënyrë shumë naive, ata ra në kurthin e Kurtit, Që ishte? që të shkonin sërish në zgjedhjet parakoshme. Kurti i tha, më sillni 2 emra me shkrim, më sillni me firma. Mirë, dhe atë e tha në limitet e skadimit të afatit, e Po tha, e vërtet është, po... Sigurisht sepse objektivi i Albin Kurtit ishte që t'i çojë sërish në zgjedhje dhe të fitojë sërish siç ka fituar në gjitha zgjedhjet e fundit nga 2019 e këte, dhe mirë që del forcë e parë, por rrit diferencën për shkak ligjit zgjedhor dhe